i lodhur, i somur, i moshuar, 450 kilometra do të ecë në përshkretir me deve që të arrin të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa u dorëzuar. Mirë, po duke ecur rrugës e pa vetveten që ma nuk mundet, e pa vetveten që jeta e tij vetëm se ka përfunduar, e pa që vdekja ma i është afruar. Në këtë mosh paramendoje në prag të vdekjes, pa u dorëzuar, duke shkuar në Medinë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në gjysmë të rrugës, kur e pa vetveten, kur e pa që ma nuk ka mundësi ti vazhdon edhe disa hapa, atëherë u drejtua dhe tha: ja Rab, kjo dorë është besa ime që ta kam dhënë ti, dhe kjo dorë është besa që ja kam dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë jam nisur për atje, po ndoshta jeta nuk ka afat më shumë. Allahu azza wa jall këtij njeriu në mesin e rrugës i mori shpirtin. Mirë, po për këtë njeri të moshuar, Allahu zbriti ajet në Kur'an dhe tha: kush del prej shtëpie, niset për në rrugën e Allahut dhe për të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e gjen vdekja në rrugë, ai e ka marrë shpërblimin e plot te Allahu azza wa jall.